Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Në fakt, ditët e fundit, për gjithë audiencën time, ata që më ndjekin, që janë besnik të live me Odetën, e kanë parë historinë e Sabaut, një të riu shkodran i cili është denoncuar këtu në live me Odetën se për ndjek gratë e martuara i kërcënon për t'ju marrë para. Është bërë një telenovel e gjithë kjo histori e Sabaut, ku ka reaguar gruaja e parë, gruaja e dytë, shumë gratë të tjera që ai ka kërcënuar, dhe së fundmi Sabau ka qenë këtu në live me Odetën me gruan e tij të dytë, ku të dy së bashku kanë akuzuar gruan e parë të Sabaut, Argentinën, se kjo e fundit ka qenë dhe shkaku i divorcit. Argentina është irrituar dhe kërkon që të jetë këtu në live me Odetën ditën e sotme dhe padyshim që kjo dritare është hapur për zërin e çdo qytetari dhe pse unë nuk doja ta vazhdoja me historinë e Sabaut, por ajo kërkon të reagoj. Për gjithë ata që nuk më kanë ndjekur, dua të prezantoj disa momente kur Sabau ka qenë me gruan e tij këtu në live me Odetën dhe rikthehemi. Sipas me që del kundër babait fëmijës, ajo e bën për punë fëmijëve. E bën për punë të fëmijëve, apo që kanë vazhduar jetë tjetër. Do ja gëtin shef jetën tonë, thoj, nuk ke nevojë me u përzin familjet e ave, Mos harro, ajo është nëna e dy fëmijëve të tu. Po, si ja ka lënë vetin as më thon nona fëmijës tëm. Dhe për shkakun e kësaj e din ton shqiptarët mëc. Se kush është Argentina? Saba, po që e keni dhënuar Argentinën? Por në botë. Por shkaku që shërbimi social ju mori fëmijët ishte dhuna që ju ushtruan ndaj Argentinës. Ja, nuk është e vërtet kjo gjë. As ka me kënë e vërtet kur. Ajo deklaroi që ishte i martuar me mua, më përzuri nga shtëpia, jam lutur mos u largon nga fëmijët dhe ai iku me atë tjetrën. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet ajo pjesë, moment. Si kanë marrë fëmijët atë ditë, shteti francez i ka mikë për shtëpijet. Se pas ndarjes aty në vazhdoj duke më hedhë edhe ky si ish gruaja vetë, foto shumë, domethënë me shkrimë shumë të këqija. Ndaj teje. Jo foto të këqija, foto normale, po që bëte shkrimë shumë të pista, shumë banale, kundrejt meje, kundrejt familjes teme. Jeni të ndarë, nuk jeni bashkë. Po shtatu që në ndarë. Po Ela më tha që jemi ndarë. Janë biles 4 muaj që ne jemi shkput për njëri tjetrin. Qa ka lidhe, aja pjesë, ku të në me dojnë të muhabeti ku ishim? Jo, unë dua të dalë në muhabetin që ti Saba nuk e një burr i denj dhe ke bërë shumë gabime me shumë gra që një ditë do e pësosh do jesh pasekurave, djali dashur. Sepse shumë denoncime nuk kanë ardhur vetëm tek emisioni live me Odetën, por kanë ardhur edhe në emisione të tjera Saba. Unë i uroj fat Elës, i uroj fat Argentinës, dy ish grave të tua, se janë nëna mbi të gjitha, edhe pse Ela pretendon që Argentina i ka shkatëruar jetën, ndërkohë Argentina pretendon që Ela ja ka shkatëruar jetën, por unë mendoj që ti je shkaktari që ke lënduar zemrat e këtyre grave. Fatkeqësisht as i fëmijës ke afër. Ti jap një këshill. Ti moj në Argentina fëmijën e vet, Ela fëmijën e vet. Në fakt, Olsida me bashortin e saj Artanin kanë qenë të parët në live me Odetën që kanë akuzuar Sabaun se ky fundit e ka përndjekur Olsidën, e ka kërcënuar dhe i ka sjell probleme të mëdha në familje sepse çifti është në prag të divorcit. Olsida tregoi që ishte shoqja e ngushtë e Argentinës, por nuk ngriti gishtin se Argentina mund të ketë lidhje me numrin e saj që mund ja ketë kaluar ish bashkëshortin. Dua ta pyes, duke ditur që Argentinën e kam këtu live sot, dua ta pyes për historinë e Olsidës dhe Artanit, si e njeh ajo këtë histori. Kështu që hap dritaren dhe e vazhdoj këtë intervistë. Argentina, përshëndetje. Përshëndetje. Si je ti? Odeta, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Me një reagove sa po pe Sabaun dhe gruan e dytë, por edhe ajo ishte ndarë nga Sabau. Një gjova, nuk ka kënë shkokujem pasha zote, nuk ka kënë shkokujem si janë ndohë. Pasha zote nuk janë kënë shkokujem heq, veç një notë nga thonë, jam ndohë për jesë. Pse i thash, ndohë edhe me këtë, ta jam ndohë për syne që ishe pas dhe probleme aja, që kur ka kënë këto, me ta shpjegu, është merë, me ta shpjegu si mi ka thonë gjana taj, se edhe në Shqipni ka folë me mu, edhe në Fransë ka gëna folë bashkë, për hatën e fëmijëve kam folë, se jo për tjetër gjanë, nuk ka kënë shaktuaj asë
për fotot, si ka pojë Zoja për mu, se unë nuk i kam foto as fotot me vel, as fotot me tjatin, edhe për këtë punë kam thirë, Odeta, se më erdhi natë më kanë akuzu mu kot. Aja Ela ka kanë shkaktarja se më ka do mu. E qartë, unë besoj ke ndjekur nga fillimi dhe në fund live-in kur Ela me Sabaun ishin me mua. Po, e kam pa, e pash se sa o zgjova për i zhumi se kam pas, po shkojmë së dhe dje, që janë pashtë, unë jam merre me shkollë me fëmijët e mi, edhe nuk merre mas njani, me thonë drejten, po merre një natë, se pse unë ka folë Zoja për mu, se ka fotë në fjallë khot, leja Odeta në sëmë heqë TikTok. Vetëm Instagramin kam lanë sa me folë me familjen teme, se në TikTok e Facebook sëmë heqë, që i kam mëllë komplet. Por ti e ke telefonuar Elën, e ke shqetësuar, sa e pretendonte që ti e ke shqetësuar? Një gjatë, nuk e kam shqetësu, veç më ka thonë zotnia, më ka thonë merë pak në telefon, merë pak e në telefon, e kam marë si advisor, edhe kur ka dalë në televizor më ka qitë si e kishe sa boj për fëmijët, se unë i kam në social fëmijë, aja më ka prua ta i thosh, mas u merë metal dhe kaqë. Po pra, por... Shi kam thonë gjohë. Por, një këshill t'i japë, do në të shtëlit ty me gruan e dytë të ish burrit tënd. Po, nuk më lidhë gjohë, Odeta vetëm mërë këmë thëtë, fali shohe, bane, po që më duhet. Para ramit kam fali Odeta, në nënë gjysë, më ka thonë Instagram, më ka thonë se baba jes, më ka marrë shpi, dhomen, edhe token para shpis. E kam shi, se i kishe pa marrë një makinë. Edhe unë e kam di si e kam marrë makinë, se gjithka qa bën me ta, mu vini mi tërgën halët e veta, vini mi tërgën, po i thëmë fërë, që mi tërgën mu i thëmë, në dojnë në dalë, që është flasë për fëmijët i thash, me në si shokë, për punë të fëmijëve i thash. Ti vazhdo të mbash kontakte me Sabaun, me sa po kuptoj unë. Dasë për hadrën e fëmijëve. Ata dyja ndo për shkakun ta thëmë taqë. Po. Ata dyja ndo për arsye se ka këtë këto, e ka të rastuaja me ti të këtë. E ka gjithë shtatë zonë. Ne nuk na intereson të hymë në jetën e Elës dhe të Sabaut, por ajo që ti kërkove të reagoj ishe të jepi një përgjigje... Mu më intereson se pëse më ka bën mu shkaktarja, se e kam dohën për i Sabajt, s'kam lidhi hiq, për punë fotografijash, as nuk di gjaj hiq, që aja ka pas fotografijet, kur ka këtë martume, me vel, me bob, nuk e di hiq. Dhe që me ka tërguaj për i telefon tjetër, shive si e losë me ta, mu nuk mi intereson, i kam thonë zëdivesh, mërëm telefon për punë fëmive, së unë e kam mordën gjukatët edhe shne. Nëse Ela do të dëgjonte, çfarë mesazhi do t'i përcjellje? Se ky është qëllimi që kërkove të hyje në live me Odetën. Tu me thonë që tena nuk ka kënë shkaktarja, që e kam ndonë, janë do për punë të veta. Kaq. E dashur Tina. Për me të enin të në për televizor. A i deklaroi si ke gacmuar gruan, e ke kërcënuar atë dhe vurin dispozicion dhe disa mesazhe që ishin mesazhet e tua, ku ti i shkruaja me gruan tënde në hotel. Tatej. Janë mesazhe të shkruara nga ju. Ata adres Facebookut e ka pas edhe gruaja parë. Kam njoft nëpërmjet gruas parë teme. Unë e ka bezonet, e një familjarisht. Po pra, po e ke përndjekur në Francë. E në rrallë parë, aja zoja montojnë tash 4 vjet, unë e kam pas gruan në shtëpi. Unë e kam gruan të shtëpia, s'min të rrasën aja zoja, sa kam bërgjesja nana jeme me mosha, se një fiq për atë punë. Por i ke kërkuar para, Saba, i ke thonë, mi je para të ndru të qështje. O, ma qëtë, tash në ke kërku para. Ja kam të nëncu një fakt ma zoj tuj, në zoj, një fakt ma qëtë. Ajo në live me Odetën ka qarë dhe ka treguar një histori për ndjekje manjako. Ata janë mësu si gabelt mu do, mu bashku kryt 3 dish, 4 dish. Artanit le thëmë, trujnë familjen e vetë, shojnë familjen e vetë, se unë asa kam përdjek.
E dashur Tina, duke ditur që jemi të dyja së bashku live, dua të pyes dhe për çiftin Olsida dhe Artan. Si e njeh Olsidën ti? Një gjë, për Olsida shumë grua e mirë, për burrin nuk e njoh. Hiç. Unë jam njoftë se e kam kohë kur punë të Olsidës, është shumë grua e mirë, mojnohet më kujdes për fëmijët e vet. Para 4 vjeç a njoftë më të ushqimet. Kur më thot mu i rallë të fol me si grujës, ato nga të mu njani, sa me ardjen hakaj. Unë nuk të shumë gjaheshe, nuk kam heq kontakt me on Facebookut ati, i ka pas nga të kohaken lidhe e ka me ta. Edhe... Sepse Sabau, i cili mban emrin e dytë Ardian Hakaj, të ka akuzuar ty, tha i ka bërë të gjitha ish gruaja ime. Po, jo, nuk bashakojtën e djallit, në besa shkoj djallit Tina, nuk ka pas adres, as Ardjet Hakaj, as Saba Grudar, as kur rejsen s'kam pas. Adresat ati hiq. Kam pas adresën dame të djallit, adresën e djallit. Enin e djallit, kam pas edhe kaq. E dashur Argentina, vetëm aja i ka pas në adresat atia. E dashur Argentina, ti e ke ndjekur live me Odetën kur ka qenë Olsida. Po. Mund të ma tregosh një histori se ish burri juaj e ka shkatruar atë femër, e ka divorcuar dhe nga bashorti, nga Artani. Çfarë ka ndodhur sipas teje? Mu më ka thonë në atë kohë, Olsida më ka thonë që ashtu ka hë një mashkull, tha, me emrin Ardjen me ditë, sa burri jem, tha, më pret më shahë. Po bë një blok i thash. Por ti... Unë nuk nga të fanë që të kush. Unë thjesht jam kënë me burrin që kam pas, unë s'kam ditë ma shumë gjë. Ma kishe fillu prap të fol me ta, të i dhonë leke të kërcënu kë. Sa boj ka kërcënu shumë këtë, masi e ka qunë dhe përsjel. To për shoj nuk e di, as nuk di që hiq për shoj, nuk e një hiq, as për ftyrë, as i sen. Dhe që i rrallë kam pa të autobuzi e njoftë Olsidën me ta, e kam pa edhe ishte më Olsidën edhe me mesën e ati burri, edhe me vjeha edhe kësaj, ishte 4 vetë, po nuk unë nala, se unë isha të shku për pandemia, që më ka thonë, ti mas më falë, kur jam me ta, sa se aja ashtë gjelozit mërshën. Asi sen ma shumë kena do në park, kena nejtë, ina full, kena shesh, unë nuk di gjanë për punë, gjane që ka ba, vesh nështë ta ka dita ja e dyta, së unë asi sen ma shumë s'kam ditë. Por, nga i gjeti numrin burri jot që gacmoj Olsidën, sepse Olsida dyshon që ndoshta e ka marrë nga telefoni juaj, mund ja keni dhënë ju. Ja, për zotin tina s'ka pas numër hiq të asoj. Që leja se telefonin të se ka prekur sa boj. Aso në telefonin ati, as aji telefonin të, si ka pos, nuk ka prek telefon, as temin, as unë të ati. E dashur Argentina, në momentin që Olsida erdhi dhe të kërkoi ndihmë, ajo të tha që është burri jot që po më shkatron jetën. Unë për zote, unë i kam thonë si jeshtë Odeta, i kam thonë që bë një blokë dhe shnetë. Unë i thash që ku ka marrë numrin tanë. Si është, unë si kam për zote, s'ma ka prek telefonin. Nuk ma ka prek telefonin, s'di ma rajtë Odeta. Më thonë, pau, që me mjeqë, pajnë këtë. Nuk ma ka prek kur herë telefonin. Por kur ti foli... Unë me ka tjetër s'kam këtë. Vetëm ka pas njëta 2 fëmijët e mi, edhe punë të shpisë. E dashur, Argentina, në momenti që ti fole me Sabaun dhe i tregove që të shlidhi këti me Olsidën, pse e shqetëson, pse e përndjek, pse e gacmon, pse i kërkon para, çfarë të tha ty ai? Ai për zote më ka thënë, nuk më tha gjë të keqe, më tha, me kanë femën e mia, tha, pse merret me një burr të martuar me bie blla. Kaq. Unë nuk di gjë me ta. Unë nuk di gjë me i pare. Ti i the burrit, ç'pun ke ti me atë, pse e gacmon? Ai çfarë të tha, si reagoi? Më tha, nuk tha gjë, më tha, nëse s'do në jo, tha, me bjen blok.
Pra, në farë mënyrë Sabau e pranoi që ai e gacmonte. Po, ka pranu, e kam ngacmu, tha dhe me kanë femën e mirë i bjen blok. Sepse Sabau ka gacmuar dhe gratë të tjera, të cilat e kanë denoncuar dhe kjo është e patolerueshme. Po, i ka ngacmu, se di se edhe se këtë ditë më nalin, edhe burri ja. Që me thantësh. Me lekër jam sak me u dhe nuk kuraj. Me lekër jam sak. Si, të ndalojnë gratë të tjera e të thonë që burri juaj më gacmon? Po, nga ngacmu. Që me thantësh? Kjo është e tmerrshme Argentina. Kjo është e tmerrshme Argentina, që ai përndjek gratë e martuara dhe u kërkon para. Kjo është e pafalshme, ai duhet të jetë në burg. Nuk kam që me bëhen. So, atë 32 vjeç më i po banë shtatar. Jo. Që kam i bën? Jo, ti nuk e çfarë i bën. Unë e kuptoj që ti nuk e çfarë i bën, por ti duhet i bashkosh atyre grave që janë të kërcënuar nga burri jot, ish burri jot, i cili dhe ty të ka dhunuar. Dhe kjo është tmerr. Edhe mund ka dhunu më e vëdeta, mund ka raf për arsyen e Zoja se foli për para, se pa ka lidh me ta, por zotit, shymën e flokut s'ma ka prek. Po, një burr që të dhunon, një burr që të braktis, unë nuk e di se si fleti me atë burr tani. Ai nuk do të flasi me fëmijët të lidhet me qendrën. Ti për çfarë e hap telefonin? Për çfarë në një farë mënyrë më duket sikur e mbështet dhe ti Argentina? Jo, nuk jam të pështet Odeta, nuk jam të pështet hiç, po jam të thonë nuk kam që me i bon. Sepse ai të merr në telefon ty dhe të thotë shaj gruan time të dytë. Nuk ka logjik. Po, shaje, kërcënoje, bëne kështo, po që ka të bënë më i thash, po shaje thëte. Po të shpun këti me? Unë nuk flas me Elen, unë i kam ra blok me këti Instagram, Whatsappit që kena bash, nuk flas, në Instagram se kam hiq, Facebookun e kam hiq komplet, TikTok s'kam hiq pare, as Facebook, as TikTok s'kam hiq. I kam hiq komplet. Vetëm Instagramin e moj, që flas me familjen teme. Dhe ç'pun ke ti me gruan e ti të dytë? Po, nga thonë aje më Odeta. Dhe ti e ke bërë atë gjë? Po, e kam full. Qofsh ti që je Argentina, burri të lërë, të dhunoj, të braktisi, dhe të thotë, dëgjoj, merr çik telefon gruan time të dytë ti dhe shaje dhe ti vazhdon të zbatosh urdhrat e tij, kjo s'ka ku të qëndrojë Argentina. Më duket sikur dhe ti je bashkë fajtore në të gjithë këtë histori. Nuk jam fajtore hiç. Fajtore hiç nuk jam. Po ç'fu ke ti me gruan e ti të dytë Argentina, ta marrësh në telefon, për çfarë e merr? Ti akuzove ato më mori burrin, ajo të mori burrin ty. Ti e merr në telefon, për çfarë e merr? Të ndihmosh burrin tënd që të braktisi. Ku dëgjon? Jo, i kam thënë i herë, Zoe, i kam thënë që larg prej babës fëmijëve të mi, që jam me ta, dhe ka që kam thënë, kena kënë pa undamet me Sabaj, i kam thënë larg babë fëmijëve të mi, i kam thënë mas hënë në familje. Aja ka ditë shumë mirë, ka marrë dhe burri i parë i asaj, ama në tha, maja sa burrin të më tha, i thash, kur gjithë shakën për me majtë në burrin temë, se pos dhe shakën shkën më zagori. E qartë, po burri nuk mbahet me forcë, nëse burri ti ikën, s'ke qa i bën. Jo, normal, është të vërtet, nuk kam qa me bon, të shpun, ati s'kam asisen. Sepse edhe Ela është viktim si puna juaj, me sa kuptoj unë. Aja Zoja më përmend fëmijët e mi, dhe sa shtë më majtë fëmijët e mi hiq, asë nuk është shofe fëmijët e vetë, shofe vetën e vetë se ku ashtë, se lëtë të mija, nëmë të mija, asajnë kujtë vetë i karonë. Nuk është letë më ndo një familje, një nënë prej fëmijëve të vetë, nuk është letë, po mos më ka bo asisën gjo, se unë me fëmijët e mi jam, tu jasoj, jam me fëmijët e mi se sa nuk ka kush silën si jam me fëmijët e mi. E tash Argentina, po ta them dhe njerë, Ela është ndarë me Sabaun dhe është viktim si puna juaj.
Nuk arrini do ta kuptoni ju gra që ky sabau ju ka keq përdorur? O Edita, nuk është ndo për me, unë thirrë në telefon që nuk i kam fot. Edita, i kam thirrë në telefon, nuk ka kënë shkaktorja unë si e kam do ata. E qartë, kuptoj. Ti për këtë hyre në live me Odetën, për t'i thënë asaj zonjë që nuk jam unë shkaktare që je ndarë ti nga burri. E qartë, por në të tillë situatë pak rëndësi ka për çfarë jeni ndarë. Ai mashkull ju ka shkatruar jetën dhe ju vazhdoni ta ndiqni atë mashkull, ma kjo më bën habi. Kjo më bën habi, Argentina. Odeta, unë kam ordnin e gjykatës, unë kam ordnin e gjykatës me fol për punë të fëmijëve. Po patjetër mua ai të flasi me fëmijët, po nuk të detyrojnë gjykata të flasësh ti me Sabaun. E dashur Argentina do të bëj disa pyetje. Kush të ndau nga fëmijët? Pse fëmijët shërbimi social ti mori? Kush ishte shkaktar, ti apo Sabau? Por zotën Tina nuk ka kanë shkaktoria e fëmijëve. Po pra, kush ishte? Goca djeg se ka kanë pak fajem edhe pak faj ati. A, sot më thuaj që është dhe fajim. Ka kanë fajtar për punë se nuk një gjej mu për me qua në spital, Odeta. E dashur Argentina, të bëj një pyetje dhe ndash përgjigju, ndash mos u përgjigj, por nëse më përgjigjesh, më tregon të vërtetën. Ti vazhdon ta dashurosh Sabahun? Nuk e dashoj, po respektoj për punë të fëmijëve. Por ai Ti kuptoj se kur tresh gati 8 vite sa bashk, është bashk, dalë bashk. Por nuk arrit do të kuptoj nëse një burr të dhunon, të braktis, të shan, të ofendon, për mua ka humbur dashuria dhe respekti, i vë kufirin. Ti këtë se ke bërë. Dashuria ka humbur, po respekti ka lënë më vesh djali e vajza që mund është me folë hatën e të në. A të respekton ty Sabahu si nënën e fëmijëve? Po, kur është ndrezi, flet mirë, kur sa është ndrezi, që kemi thonë. Jo, pa i nuk është i sëmur me ndorë, edhe hajde po e kuptojmë, kur është mirë, hajde, kur nuk është mirë, ai është i kokrëmollës, ai i bën këto gjëra se do. I marë sa është pa... Bën si i marë. Po, elektroli. Po çfarë ke menduar Argentina? Jo, s'kam thënë asë doj gjaje, veç i më erdhi natë për punë të fëmijëve. Për punë të fotografiash, jo të fëmijëve, po për punë fotografiash, që më ka lënë zoja, që unë i kam futur, unë s'kam TikTok heq, në emën të heq. Facebook e kam postë, po i kam heq të dyja. Facebooket, veç një Instagram me folë me familjen, kam lanë. Mesazhin e përcolle për Elën dhe jam i sigurt që Ela do të ndjeki në këtë live. Do të thosha ke një mesazh për Sabahun, ti me Sabahun flet çdo ditë dhe s'ke ça mesazhi ti japësh, se ti ke kontakte me Sabahun. Jo, Sabahun i kam me thonë se më fot një mumë këtë gjasën, unë nuk kam faj as të Arsida, as të Ela, as Khorisan. Unë kam shëf punën teme, drejtimin tem, shkollën edhe 2 fëmijën e mi. As i sënë ma shumë. Dhe këto shiko, se këto janë ardhmja jote. Dhe të uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me ata fëmijë dhe të jesh një nënë e lumtur. Mu më interesojnë 2 kalamajt e mi, se djali se të nga bo 8 vjetë. Dhe 100 u bëft. Dalë me fëmijët e mi, dëri në orën 3:30, si e ardha në shtëpi për i në orën 8 dëri në 3:30, si kisha pak punë të shtëpia. E kam shku, e kam qërë, kanë shku e kena hangër drejke, qysh mëngjes, edhe dëri tesh, edhe ka që unë jam shumë e lumtur për një të 2 fëmijët e mi. Unë uroj dhe shpresoj që ai babai i fëmijëve të tu. Unë uroj dhe shpresoj dashur Argentina që ai Sabau, babai i 2 fëmijëve të tu, ti thërrasi mendjes, mos vazhdoj më të bëj çfarë ka bërë. Edhe i kam shku me dorsem, i kam shku vojs, kam thonë njëre por, i kam shku taman. Nuk i kam shku me fëmijët e shtëpia. I kam shku pak fëmijë. Po pra, por me pak fjala i nuk të respektoj si nënën e fëmijëve, ti vazhdon ende ta respektosh. Ne respektoj. Ti ja gjona çat thoj ja i hedhi mas shpinës.
Nuk të interesojnë më. Argentina, të falenderoj që ndryve, pa dushim që kjo dritare është hapur për zërin e çdo qytetari, ti sot reagove dhe i ktheve një përgjigje Elës, të uroj gjithë të mirat dhe uroj të bashkosh me fëmijët. Ata janë qëllimi jot, lumturia jote. Faleminderit për zotin, s'ka më mirë se jam me fëmijët e mi, jam me kënaqën, shumë bile, shumë. Po shoh e vetin e vetë ajo Zoja, e shoh fëmijët e vetë Të lutem, sa ajo Zoja që thoj ti, që quhet Ela, ta thash dhe pak më parë është viktim si ty. Dhe më vjen keq edhe për Elën, dhe uroj dhe Elës gjithë të mirat e kësaj jete. Kështu që çfarë ka hequr ti Sabau, i ka hequr dhe ajo është e pafajshme në këtë histori. Emrin tem s'ka nevojë më përmend, se nuk e kam kënë shkaktari si kam do. Ky është mesazhi që kërkon t'ja përcjellësh sot. I tham Zojës, emrin tem lutem mos më përmend se s'kam kënë shkaktoria. Uroj të dëgjoj Ela. Mirë, të përshëndes Argentina. Po, ditën e mirë. Ciao. Ciao. Mirë të dashumi që dëgjuam Argentinën, e cila dha dhe ajo një përgjigje për të gjithë historinë e Sabaut. Uroj dhe shpresoj që ky njeri t'i therrasi mendjes, uroj dhe shpresoj që të përfundoj pas sekurave për gjithë akuzat e ngritura dhe policia duhet të marrë seriozisht të gjitha denoncimet e këtyre grave që nuk kanë dalë vetëm këtu në live me Odetën, por kanë denoncuar edhe në media të tjera që ky person po ju shkatërron jetën dhe po i divorcon nga burrat. E tmerrshme, edhe pse Sabau e dha versionin e tij dhe i mohoi duke hedhur poshtë të gjitha këto akuzat. Mirë, ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live, sepse do të vazhdojmë me një tjetër personazh, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke shkruajtur në faqet e mia në rrjetet sociale për një problem që do të ndash live me Odetën. Po. Mund të më tregosh çfarë ka ndodhur? Dua të bëj një denoncim për një mashtrim që më kanë bërë për punën e shtëpisë. Para 2 vjetëve kam bler një shtëpi në rrethin e Vlorës te Krenar Kormuzi. Po? I cili ai jeton në Francë, po shtëpin ja ka lënë në dorëzim kunatës dhe të vllajt të tij Rozina Kormuzi dhe Zamir Kormuzi nga Vlora. Ju çfarë i keni këta persona? Si jeni njohur me këta persona? E kam djalin e Allës së burrit, janë djalë Allë e djalë Dajo. Aj, burri juaj është fis me këtë person? Po, janë djalë Allë e djalë Dajo. E qartë, po? Edhe jetoja me qira, ndërkohë që Qeraxhova më tha, Valbona të lutem, do më vi çupa me djalin dhe mund të ma lirosh shtëpin, edhe nuk kisha për momentin shtëpi, edhe marrë vesh që këta kishin një shtëpi që e mbanin të mbyllur. Po, si fukaresh që isha, i thash, a do ma japësh mua atë shtëpi të jetoj, se nuk kam, mund të ta blej atë shtëpi? Po, më tha, mere, më dha qelçat. Momenti që ju e blet këtë shtëpi, që më pas filluat rregullimet, ju i bë të gjitha dokumentat? Jo, vetëm ja dërgoja me Yster Union dhe Minigram kam faturat, ja dërgoja zotris Krenar Kormuzi, se besoja se fëmijët i thoshin xhaxha. Më kupton? Jo, e kuptoj qartë që ju lekët ja keni dhënë pak e nga pak, por në momentin që ju blet shtëpinë, a e morët certifikatën e pronësisë të shtëpisë? Jo, në momentin që unë ngela 1500 euro në fund, më tha do të ta jap në fund, tha, dhe këtu në Francë, tha, bën shumë shtrenjtë, tha, kjo noteria. A mund të më dërgosh, tha, 1500 euro? Po jo, se ju gabimi Valbona e keni bërë që në fillim. Në momentin që keni bler një shtëpi, ka një kontratë shitblerje që ju du ta kishit bërë. Po, besova se i kisha njerëzit e burit, më kupton? Dhe ja dërgonte çupa ime që nga Italia me Minigram çdo muaj nga 1000 euro, nga 500 euro, si pas hallit që kishim. Më kupton? Bëhet fjalë për çfarë shumë shtëpia? Shtëpia bëhet fjalë për 8000 euro, se ishin stall deras dhe unë i mora, i riparova, i rregullova. Tani zotëria ja ka dërguar të vllajt, i thot meri ti, thot se ti kam falur ty, më mashtron. Ngrihet Rozina Kormuzi vete në shtëpinë time dhe i thot djalit tim, ti mund të nxjerrësh plaçkën jashtë, i thot, sepse krenari ma ka dhuruar mua. Si ka mundësi një gjë e tillë, kur unë ja kam bler, ai nuk ka ndarë asnjë gjë me mua. E dashur Valbona, ju
Në momentin që ai u dha çelësat dhe ra dakord që lekët do i dërgoni fëmijët tuaj nga jashtë pak e nga pak, ti u futet tek ajo shtëpi. Po, u futa tek ajo shtëpi edhe deri në ditën që unë erdha në Gjermani, unë banoj tek ajo shtëpi, i rregullova, i riparova, bëra banjo të re se ishte me llamarin për jashtë në një avlli, i bëra me solet, me dyer dural, me të gjitha. Por gjatë kësaj periudhe që ti ke qëndruar në shtëpi, çfarë ju ka thënë krenari? Pra ju besoj keni pasur kontakte me krenarin kur i dërgonit lekët her pas here. Rri më tha mua se i ke shtëpitë tua, më tha mua, vetëm më dërgoj 1500 euro. Edhe një ditë më mori në telefon që ta pipir, i kam të gjitha mesazhet, më shante, më kërcënonte, më thosh, do dalësh nga shtëpia, nuk dua ti ja u jap juve. Më thoshte fjalët më të ndyra. Stabiles, zonja Rozina Kormuzi, më ka bën një tabel nga punëtorët e saj, se ka një pik ekuri në Vlorë, më kanë vënë një tabel tek dera, duke më sharë, më këputur gjitha ato fjalë në emrin tim. Valbona Rapaj punon me kaq, nuk mund t'i them dot. Gjitha ato fjalë të pista. Shumë e rëndë. Ajo ka bërë një pankartë dhe ka varur të derë shtëpisë? Po, e ka varur tek derë shtëpisë. Dhe ndërkohë djali im që ora 7 i mëngjesit, po dilte për në punë, edhe shikon qa është kjo letër, moj mama, njoftova policinë e Vlorës, me erdhi, policia për momentin, po nuk bëri gjë, sepse ajo i ashu policinë e Vlorës, se korrupton, se i ka njerëzit e saj të gjithë. Por çfarë shkruante në atë pankartë, në atë letër? Më shkruante Valbona Rapaj, me 5.000 lekë, 500 fjalë të poshtra, më thosh. Dhe policia nuk mori as një mas. Po kjo është shumë e rëndë, Shumë jashmase. E tash Valbona, në momentin që ti ja shleve lekët zotit krenar. Po, i kam ngelur 1500 euro. Këto 1500 euro ja ke dhënë? Jo, nuk ja kam dhënë sepse më tha që dalë të dërgoj dokumentin dhe më mashtroj. Më kupton? E kuptova që po bëj në një dallaver sipas këtyre shenjave që më vinin parulla tek dera, ai më shante. Dhe i them qupës të ke qenë mamaja, mos i dërgo këto para se pse ata një po na mashtrojnë, nuk po t'jellin as një dokument. Dhe ja që doli e vërteta. Kjo që po të ndodh, Valbona, e ka marrë zotin. Po? Kjo që po të ndodh është shumë e rëndë, realisht, por që gabimi qëndron tek ju, që ju që në fillim, që dorëzuat këstin e parë të parave të blerjes së kësaj shtëpie, ju do t'i kishit bërë me noter të gjitha. Më tha mos ki merak, më tha se unë do t'i jap firmën, më tha. Mos ki merak, jam burtha dhe nuk të gënjej. Me që se fëmijët i thoshin gjithmonë në telefon, o xhaxha, dhe nga kjo unë besova. Ishin djalë dajo, i buri djalë halle. Por bashkëshorti juaj, a foli me kushuririn e tij që çfarë janë këto që po më bën? Foli, por ai gjithmonë më dilte i pirë, më ofendonte dhe thosh, grua sa të vete në burg, sepse ajo ka bërë një dokument falso dhe thot që tani do t'i marrë shtëpitë të sot. Nuk e shanse që ti të vish. Çfarë dokumenti ka bërë kunata e krenarit? Një dokument që vete i thotë djalit tim atij, se kam një djalë në shtëpi në Vlorë, i thotë që ti do më lirosh shtëpinë, i thotë se ma ka dërguar krenari mua me dokument. Kur ai nuk ka mbaruar me mua, zonjë. Por aktualisht në shtëpinë që ti e ke bler, por nuk disponon as një dokument, kush jeton? Jeton djali? Është e mbyllur. Por pse, e ka dëbuar djali nga shtëpia? Jo, djali im jeton në makaritur bjeri im gjyshi. Ka 3 muaj bjeri që më ka vdekur, edhe rrit tek shtëpia e gjyshit ai. E ka rritur gjyshi tia. Shtëpit janë të kyçura siç i keni kyçur ju? Po, shtëpit janë të mbyllura, nuk jeton njeri. Por ndërkohë me kërcënimet që t'janë bërë dashur Valbona, që nga ofendime të rënda, ato tabelat me fjalë të pista që janë varur. Gjitha ka vajtur në policinë e Vlorës, po ajo ka shumë njerëz atje. Aktualisht që shtëpia është e kyçur, ata çfarë ju thonë, që ta lironi shtëpinë? Po, i thonë djalit tim, sepse djali im rrit e gjyshi dhe i thonë që lajmëroj ata që ti të më lirosh shtëpinë, i thotë, sepse ma ka dhuruar mua krenar Kormuzi. Por ndërkohë krenari çfarë ju ka thënë, pronari i shtëpisë? Pronari i shtëpisë e mora partije në telefon, edhe i thash zotëri, ka marrë vesh që ti ja ke dhuruar shtëpinë vllait tënd.
Tani edhe unë i thash, dua gjakun tim, djersën time, e do shtëpinë tënde, unë ta kam reguluar, më kanë vaj deri tani 15 milion. 15.000 euro i thash. Të lutem, mua më kthe lekun tim, ti do shtëpinë tënde mere zotri. Filloj me kërcënime po shante, pastaj më tha, mirë tha, si ta shikojmë, tha, flasi më vonë, më fiku telefonin. Por bashorti juaj që e ka gjak, ati çfarë i ka thënë? I ka thënë që ja dhurova vllajt tim shtëpinë. Po si ja dhuroj shtëpinë vllajt kur realisht ai ka bërë një pazar me ju? Po nuk dua që t'i fus në konflikt që të zihen, më kupton? Sa i tha, u detyrua djali im i vogël, i tha, dëgjoj, tha, po të erdha aty, tha, do t'i marrësh masat mirë, sepse nuk dua që unë vjem t'i fus në një situatë të tillë. Ajo ditë të bëj shumë gjëra, dhe di shumë mirë ajo se kush është. Sa ajo është punon në bashkinë e Vlorës dhe i bën të gjitha gjërat falso, çdo shtëpi që ka atje ka 6 palë shtëpi që ka në Vlorë, po i merr, po i zotron të gjitha, më fal, edhe ka rigën që të keti, ajo po bëri muhabet, ai i zotron të sajën, e bën pronë të sajën. Nuk më jep asgjë më i zonja Odeta, vetëm tallen. Aktualisht ne flasim dhe ti po më tregon këtë ngjarje, po e denoncon live me Odetën, unë dua të them se ligjërisht ajo shtëpi është e krenarit. Pavarësisht se ti ke paguar parat, po ti nuk disponon asnjë letër. Dhe ai ai ligjërisht certifikatën e pronësisë e ka ende në emrin e tij. Pra është shtëpia e tij. Por ju ruani dokumenta nga transfertat e parave që i keni bërë këtij personi? I kam, po. Pse nuk jeni drejtuar gjykatës për ta hedhur në gjyq dhe për ta zgjidhur këtë çështje? I kam drejtuar policisë së Vlorës, se më tha mos im dokumentat, më tha që ti shikoj, që ti më tha mua do të bësh ta denancim sa për Krenar Kormuzin. Tani unë nuk e di çfarë do bëhet. Ju lutem, prandaj ju mora juve. Atëherë Dritan, dëgjova edhe Valbonën, bashorten që e bëri denoncimin dhe tregoi detajet, por kjo ka të bëjë me fisin tënd, me gjakun tënd, me Krenarin. Por çfarë të ka thënë ty kushuriri për këtë çështje? Kushuriri më hëngrit pa bes, si përfundimisht, unë e kuptova që ai diçka po losën deri në fund, dhe i pora i tash drejt si vlla. O vlla, jemi vëllezër. Me qofse do shpita tuaj ke shpita tuaj tash. Me qofse do ato 5 lekë ti tërgojnë, i kemi bërë çika. I të tërgojnë. Edhe na dërgoj dokumentin. Me ndërkohë miku më thotë që unë këto dokument e kam dërguar vllajt tim. O si duke me ditur ti keni diçka me mua, dhe ani se vllajtëm. A o shkëputet ti me mua si person? Jo. Si ani se vllajtëm? Shumë i ke bërë. Dërgojnë lekat e mia. O vllaj tash, ne di si shpuna, po. I do shpit, i duam ta. Po pa dhe mundësi, më dërgoj ato 5 lekë, jo mua, po qakun e çupës time nuk e mban dot. Sepse deri në fund, me ato shtëpi, o po ka i tuaj, o po ka i me i tash. Se unë fëmijët i kam rritur. Po jo, Dritan, nuk e pse e kërcënon Dritan. Ti drejtohesh gjykatës, unë e kuptoj që ti mund të jesh irrituar dhe ai të ka ngrënë në pabesi dhe i e prekur se ta ka bërë fisi jot, gjaku jot, por nuk e pse përdor këtë lloj forme. Sepse se këtu më kanë detyruar motra ime. Sa ajo që është e rëndë, ai të paska ofenduar dhe gruan. Plus asaj, më ka ofenduar deri në maksimum familjen. Më ka kërcënuar deri në maksimum. Por apo si vlla i botë dhe i qetë me gruan time dhe me familjen time. Dhe me fëmijët e mi. Ka kërcënime. I ka në video, i ka të gjitha, më të gjizluara. Që të gjitha. Dhe ta bere në gruas time, nuk e kisha të mirë, apo se kisha të letë. Pra po bëra gjak burë. E dire nga kush e kam e njërës të mi. Shumë të tema. Po si ke pasur marrëdhënie ti në fillim me këta njerëz, me familjen tënde? Pse ta bën kështu, sepse jo vetëm që të mashtruan, të morën lekë, të morën shtëpinë, por ata kanë hyrë dhe brenda familjes tënde duke ofenduar bashkëshorten. Shumë gjëra të këqija kanë bërë. Po prapë neve kemi qenë gjithmonë të burë. Sepse ka policinë e Vlorës ajo, merret me to, bën dokumenta pa të gjitha. Ka dhe leku.
Se mos e bëj. Mirë, ajo mund të ketë leku, mund jetë e pasur, por nuk është normale kjo gjë, të marrësh tabela, të vendosësh emra, të shash dhe të ngjisësh në për muret e shtëpisë, kjo është anormale për mua. Nëse ajo e ka bërë vërtet këtë gjest. Ka qenë shumë e hidhur. Më fal, unë kam qenë dhe një diçka në burg. Po nuk e di se çfarë mund jam bërë më sostime. Opeza, kërcënime. Në më të fundit. Ishte e vetë në shtëpi. Po ju në burg pse keni qenë? Dhe probleme. 6 muaj. 6 muaj burgore. Dritan, por si ke pasur ti marrëdhëniet me krenarin përpara? Shumë mirë kam pasur. Kur kam qenë brenda në burg, atëherë jam prishur çdo gjë. Fillova kërcënimet me familjen time. Por pse burgu ka lidhje me krenarin, ka lidhje me fisin? Burgu që bëre? Jo, s'ka lidhje. S'ka lidhje, nuk ka lidhje. Pse ata Me familjen tua? Kisha lidhje me familje, nuk kishe gjë tjetër. Thjesht ishte bravo. Je dënuar për dhunë në familje? Jo për dhunë, budallë që të thota. Okej, është drita jote, nëse nuk do të flasësh, nuk të pyes. Ndërkohë, Dritan, po pse ndryshuan këta njerëz? Se ti thoj ka pasur marrëdhënie shumë të mira, kanë patur si vllai, kanë besuar. Sepse se vdiqet e baba im. Dhe këtu ngera do me thonë, kanë thatë kur i thonë. Se nëna më vdiq, gjithë më vdiqën. Ngera e kanë thatë dhe a ka thonë për para, ti marri shpit. Edhe shpit e babaj tim, ata do t'i marri si përfundimisht. Unë jam i bindur. Po jo mos, shpite babait tënd nuk i merr dot njëri, se u ngelet fëmijëve ajo, po flasin për pronën që ti ja ke bler atit, ndërkohë që nuk disponon as i dokument dhe ai mund ta marri. Xha është në emër të tij ajo shtëpi, por shtëpinë e babait tënd nuk e merr dot ai. Unë kam faturat që ja kam dërguar krenar për muzikë lebe. Po kur i ke thënë krenari që ja ku i ke faturat që unë të kam dërguar lekët dhe do i drejtojmë gjykatës, çfarë të ka thënë? Do të kthej lekët mbrapsht më tha mua. Dhe më kërcënoi. Me çfarë të kërcënoi? Kërcënoi që do marrësh, mos nuk plas do. Do i marrësh deri në fund, ç'ke. Të ofendoj. Më shante mua, Deta, më shante mua. Më falë se nuk plas do, ose do mini këtë timi. Kini për të marrë, thosh. Ju ka ofenduar dhe ju ka sharë, por kjo është e tmerrshme. O të ta më ikë vraquar deri në maksimum, deri në atë të pas që të fash pa për para. O koka aty për koka ime. Po jo, të lutem, Dritan, nuk dua që të ky live im të përcjell këto mesazhe. Vërtet live im është një dritare ku çdo njeri ka të drejtë të denoncojë një problem dhe zëri i tij të dëgjohet, por jo të japim këto mesazhe. Në momentin që njerëzit nuk i zgjidhin dot problemet, konfliktet me njëri tjetrin, prandaj janë institucionet, prandaj janë gjykatat, prandaj është policia për të zgjidhur këto probleme. Jo të bëhet vetë gjyqësi. Unë nuk dua fare këto mesazhe të live im të përcjellen, të lutem. Të kuptoj, e kanë atë konflikt, e kanë atë forcë që ti mi marrë shtëpi, sepse se ka lekun ka dhe pushtetin. Se është vetë bashkia, është dhe zonja. Ne s'kemi të zonën. Jo, nuk është çështje pushteti, o Dritan, duhet të kuptoni një gjë, nuk është çështje pushteti. Ti ke bler një shtëpi dhe nuk ke një dokument, nuk disponon një dokument të asaj shtëpie. Pra ajo shtëpi është në emër të Dritanit. E kupton, ai vërtet ka ngrënë në besë, nuk është normale kjo që ka bërë, të ka mashtruar, por ajo figuron shtëpi e tij dhe ai ta merr këtë gjë. Nëse ti nuk i drejtohesh gjykatës, janë i bindur që ma merr. Nëse ti nuk i drejtohesh gjykatës, të japësh fakte që ti ke paguar për atë shtëpi, që ai nëse do i marrë atë shtëpi të kthej lekët të paktën mbrapa. Kam shpenzuar, kam paguar, kam shpenzuar. Okej, zonjote, tani qoftë ai e do shtëpinë, të më kthej para 15 milion, 15.000 euro, që unë kam harxuar, të më kthej lekët dhe të shikojnë hallin e tyre. Ata në hallin e tyre, unë në hallin tim. Unë prap, s'ka gjë. Zoti është i madh. Po me vajzën tuaj ajo që e ka paguar shtëpinë, që ka punuar dhe ka sakrifikuar. Po çan ma kërcënon edhe çupën. E ka sharë dhe çupën o motrejnë, e ka sharë dhe ta, ka sharë se s'ka ku të dhejma. Sepse nuk ja dërgoj çupa 1.500 e fundit. Sepse i tha bjen dokumentat. Edhe ai tha, bollun talle me mua, tha, dalë të tallen edhe unë me juve, tha. Po. Me këta njerëz, ndajet vetëm shapi dhe shaqapi, o motrejnë, o dhe ta. A më kupton? Sepse jemi qik pike dobet që pse nuk e kemi atë mbështetin edhe. Kurse e ka lekun të keqe Dritanit. Sot den lekun, nuk vlem njëriu.
në këtë shtetë që nga ka ardhur neve, në këtë shtetë që nga rrethon neve. Sidomos po Karallëku është para politikës. Asnjë gjë nuk bëri policia e Vlorës kur i drejtova unë që punëtorët e Rozina Kormuzit ma ka dhënë të kam tabel, bërën një xhiro tek puna e saj dhe ikën. Ajo kaloi me makinë, aty i bëri me foto tabelës edhe iku duke qeshur. Dritan, besoj që ti e prekur më shumë në këtë histori, sepse është gjaku jot, është fisi jot. Sepse se janë vëllezërit e mi dhe nuk di çfarë rrugëzitje mund të marr. Ja këtë pesë. Ata e kuptojnë që unë jam rritur gjithmonë rrugëve, e kuptojnë që jam rritur jetim. Ata ta kuptojnë që unë jam rritur në përkasole dhe të bet qefi që unë një ditë u bëra si njeri. Por ata nuk duan. Ata më dashan më poshtë betës më gjithmonë. Kaq kam. I dua shumë, i kam vëllezër. Po pa të mundësi të respektojnë këtë llafin e gruas që thanë. Asgjë tjetër nuk dua. Kaq kishte. Jo, t'ja them edhe këtë gjë Rozinit. Mos të mendoj që ka njerëz dhe bën dokumenta falso. Se më tutje do ta çoj. Le të jem Bukaresh, po të drejtën time do ta kërkoj. Ky ishte denoncimi që bëri zonja Valbona së bashku me bashortin e saj Dritan Alushi, ku përveç krenarit, që është pronari shtëpisë, që e denoncua në live me Odetën, ajo ngriti një lumë akuzash dhe për kunatën e tij zonjën Rozina Kornuzi, se kjo e fundit ka marrë pankarta me fjalë të pista, të shkruara në drejtim të Valbonës, ku i kanë ngjitur në të gjitha muret e shtëpisë dhe kjo ishte shokuese kur unë e dëgjova. Ndaj në këtë live unë dua të ftoj zonjën Rozina për të mësuar çfarë po ndodh në këtë familje. Rozina, përshëndetje nga Tirana. Më ka ardhur një denoncim nga Valbona dhe Dritan Alushi. Po. Që ju përpos që e keni kërcënuar, e keni ofenduar, doni t'i merrni në një shtëpi që ata pretendojnë që e kanë bler. Së pari është kënaqësi të flas me ju. Faleminderit. Sepse ju njoh që jeni gazetare perfekte, shembullore dhe merrni gjithë problematikat e të gjithë njerëzve. Atëherë, ti ke dëgjuar se çfarë ka thënë Valbona. Po, prandaj ju telefonova dhe ju. Po, atëherë, unë po të sqaroj me të vërtet rasti se si është. Kam dhe dokumentacionin, e kam në makinë, megjithatë s'ka problem dokumentacionin ta nis me foto. Valbona dhe vajza e Valbonës, se me Valbonën dhe me Dritanin unë s'kam kontakte fare, madje jo që se kam kërcënuar, sepse ata janë njerëzit e bashkëshortit tim, dhe unë kam një biznes këtu në Vlorë që merri me biznesin tim dhe ndihmoj shumë familje. Po. Valbona dhe Dritani është djali i dajës së bashkëshortit tim Zamirit. Po, më tregoj që jeni i njëjti fis, burrat janë kushurinj, po. Po. Vajza e Dritanit para 3 vjetësh ka marrë një shtëpi nga kunati im. Po. Shtëpia është me legalizim, nuk ka certifikat provësie. E qartë. Në momentin që këta kanë marrë shtëpinë, i kam sqaruar, i kam thënë që unë kam shtëpitë e mia, nuk kam punë fare me shtëpitë e krenarit. Nuk më intereson fare, bëni ç'të doni, unë nuk marr pjesë. Po të njëjtat fjalë i thot dhe bashkëshorti im, që nuk marrin pjesë, por çelësat e shtëpisë i kishim ne. Po ta sqaroj me detaje që nga fillimi. Këta e zgjidhën vetë me kunatin tim. E kanë zgjidhur vetë problemin me kunatin tim. Me krenarin. Dhe erdhën na morën vetëm çelsat. Në momentin që ai vjen me çelsat, po, shtëpitë nuk janë të mia, po ju japim çelsat, urdhro, bëni çfarë të doni. Po. Kjo është që në momentin që ata kanë marrë çelsat e shtëpisë. Mbas disa kohësh vajza e Dritanit ka dërguar lek me Western Union. I kanë faturat ata. Po. Kanë dërguar lek për shtëpinë. Kontratë qeraje nuk kanë, kontratë shitblerje nuk kanë. Tani afër, flet bashkëshorti im me të vllain dhe ta kishin lënë një pjesë lekësh pa dhënë, nuk e di se si është, se sa, sepse unë nuk e di, s'ka marrë pjesë me faturat apo kalimet e lekëve. Apo të ke marrë në një lek kesh në dorë. E qartë. Dhe mbas para disa kohësh, 1 muaj, 2 muaj, flet bashkëshorti im me të vllain dhe i thotë vllai që ti do merresh me shtëpitë e mia, që të mi nxjerrësh jashtë ata sepse unë do bëj punime dhe do t'i bëj lartëllimi. Por ai shiti shtëpit ai, sa ai i ka shitur kushuririt shtëpit. Jo, nuk i ka shitur, i ka lënë të rinë dhe këto lek i ka quajtur kontratë, i ka quajtur për qera. Po qera nuk është 8.000 euro. Jo, nuk kanë dhënë 8.000 euro ata.
ata sipas faturave pretendojnë që kanë dhënë 7.500 euro deri në këto momente. Dhe shtëpia kishte mbase edhe i kanë dhënë, unë s'kam parë që nuk gënjej dot. Sepse për kaq vite se ua ka lënë qirana ai, një qira që ata pretendojnë që morën një shtëpi ku rrinin kafsh që ai mbante blegtorit që mbante, nuk e di, dhe këta kanë investuar tek ajo shtëpi. Jo, nuk mbante kafsh ai në atë shtëpi se është 400 metra ai vend dhe ca kafshëve ishte vetë për vetë shtëpisë. E qartë, por ti në një farë mënyrë e pranove vetë që kunati i shiti shtëpit. Tani ai pas disa kohëve u kujtua që jo, nuk ti shita, do t'i quaj qira këto para, se është pak e pa kuptim, t'ja bësh kushuririt tënd këtë gjë. Tani unë nuk kam marrë pjesë fare me shtëpinë. Këta thash kanë dhënë këto lek për këtë shtëpi. Tani ai ka bërë një kontratë dhe një prokurë të vllajit që ata njerëz duan të më nxjerrësh jashtë. Sa leku do t'ja llogaris, sa leku do t'ruajmë, nëse unë nuk kam lek, do t'u kthej lekët mbrapsh. E dashur më dëgjos, është dhe një problem. Ai pretendon se i ka si qira, që i kanë paguar qira, por ai nuk ka një kontratë qiraje dhe si do ta vërtetojë ai që këto para janë për qiran? Atë se di unë s'po gëzoj shtëpitë mia, ajo të gëzoj shtëpitë. Po me çfarë të drejtë e kuptoj e dashur, por me çfarë të drejtë ju Rozina shkoni dhe doni ti të boni nga një shtëpi që ju s'keni lidhje fare dhe nuk e dini si janë bërë këto pagesa? Nuk kam shkuar unë dhe s'kam folur fare unë dhe si kam trokitur askujt në derë. Valbona me Dritani tha që djali toni i është thënë që lironi shtëpinë. Në asnjë mënyrë, çdo gjë bëhet me institucionet shtetërore. Në asnjë mënyrë si kam trokitur askujt. Faktikisht në këto momente që ne flasim, ata janë të ndërgjegjshëm që ajo shtëpi, ata nuk disponojnë asnjë lloj dokumenti dhe ajo shtëpi, çfarë dokumentash ka, i kanë emrin e krenarit, të kunatit tuaj. Por ata kanë disa fatura që pretendojnë që kanë nisur lek krenarit me... Po i ka nisur, po se më as krenari që i ka nisur. Por atëre krenari si do të justifikoj? Se nuk justifikon dot as krenari që ka qenë qira shtëpie, se nuk ka një kontratë qiraje me ta. Si do ta justifikoj krenari? Ndërkohë që këta mund të hapin një gjyq. Po shtëpia është në emrin e krenarit, ta si mund të jetojnë pa asnjë pagesë aty. Por në momentin që krenari nuk ka një kontratë qiraje, nuk ka një kontratë shit blerje, ka marrë disa para, do justifikoj për çfarë i ka marrë ato para? Për shtëpinë. Për shtëpinë për çfarë? Për shtëpi sepse këta kanë jetuar aty, i kanë lënë pa kontratë qiraje. Po pse do ta marrë gjykata që ka qenë kontratë qiraje dhe pse mos ta besoj gjykata që kanë qenë lek për kostet e shtëpisë që i kanë paguar? Pse duhet të besoj gjykata krenarin në këtë rast? Edhe krenari se vërteton dot këtë gjë. Po nuk është bërë asnjë lloj bisede shitje, sepse po të ishte bërë bisedë shitje, ata kanë qenë aty dhe ai me prokuror ose duke qenë vetë president. E dashur, ne po flasim të dyja si mike tani. Një person që nis shuma parash, shuma të mëdha për t'i larë ato shtëpi, kjo dihet logjikisht që nuk është qira shtëpie. Qira e shtëpisë ne e dim sa është shuma. Një qira shtëpie varion 200 euro deri në 300 euro në muaj, maksimumi në vlorë. Le të drejtojnë gjykatës prokurën për të drejtuar në gjykatë ka e bashkëshorti im. E qartë, bashkëshorti juaj, por unë dua të them që ti ulni pak gjakrat sepse ata janë gjak dhe gjërat nuk mund të bëhen në pabesi. Po nuk është pabesi ajo, s'është pabesi. Po ju e thatë vetë që... Ata më dhe mua është një shumë lekësh dhe po ta kishin shlyer atë shumë lekësh nuk do arrini këtu ku janë. Por ata kanë një diferencë borxhe për sa lek, për 1.500 euro. Sepse ajo ka mesazhet, ruan mesazhet e krenarit, ku krenari i thotë më dërgoj 1.500 euro që unë të bëj dokumentat e shtëpisë. Ata nuk mund të përfitojnë një shtëpi kur shtëpia është e krenarit. Po pra mo e dashur, shtëpia është e krenarit, por krenari në mesazhe u ka shkruar vajzës, më dërgoj 1.500 euro që unë të bëj prokurën që të bëj dokumentat e shtëpisë. Dhe nëse është dërguar kjo, as krenari dhe as borxhin tim. Prandaj kanë arritur gjëra deri këtu. Po pra, po nëse është kështu që krenari ka shkruar këtë mesazh, atëherë krenari në gjykatë si do justifikohet që këto para janë para qiraje, ndërkohë që janë para për kostin e shtëpisë. Atë do përgjigjet krenari se bisedat i ka bërë ai, si kanë bërë unë. Po si ju me bashkëshorti keni marrë përsipër një prokur që keni marrë nga ai dhe të zbatoni vendimin e kunatit kur ju jeni në djeni. Ajo që mua më bëri të ndjem keq realisht është kur Valbona më tregoi që ju keni marrë një pankart, çfarë nuk keni shkruar dhe keni varur nëpër muret e shtëpisë duke ofenduar. Çfarë ka thënë ajo, më suka kanë vënë tabelën. Shkon çka ka thënë ajo? Këtë më ka thënë.
E dashur mund të pyesësh jo gjithë Vlorën, po gjithë Shqipërinë se kush është Rozina Kormuzi. Futu dhe në YouTube dhe kliko kush është Rozina Kormuzi. Dhe do ta njohësh kush është Rozina Kormuzi, se nuk e njeh mirë Valbonën, se kush është. Dhe unë, nëse ajo e thot këtë fjalë, unë do ta padis atë për shpifje. Nuk mund të mësoj mua ajo tabelën kush ja ka vënë asaj të thojë ka vënë atë tabelë. Mua realisht kështu më tha dhe ajo dhe Dritani dhe ishim shumë të irrituar. Nuk i njeh mirë ti ata, thjesht ke biseduar dhe nuk i njeh mirë se kush është Valbona dhe Dritani, se po të ishin të rregullt dhe të saktë, nuk do e linin punën të arrin dhe deri këtu të zjeshin me djalin e Dajës për 1500 euro që i kanë ati bosh dhe 1000 euro që më kanë mua. Po prandaj po them, është e rëndë. Rozina ka 10 shtëpia të veta dhe s'po i gëzon, jep me qira i gëzojnë tjerët luksin. Jo të merrem me shtëpitë e krenarit. Kështu që ata kanë të bëjnë me Zamir Kormuzin, bashkëshortin tim dhe krenar Kormuzin, jo me Rozinën. Rozinën ta fshin nga këto gjëra. Nëse ajo përmend këtë gjë që unë kam vënë atë tabelë, do ta padis unë. Por çfarë ka ndodhur me atë tabelë? Do ma sqarosh të lutem? Sa i kishin vënë, unë shkoj në punë, ngrihem 6:30 dhe shkoj në punë çdo mëngjes. Punëtorët e mi janë po njerëzit e mi, njerëzit e komunitetit rom dhe egjiptian. Po. Unë kam një biznes që merre me riciklimin e mbetjeve dhe ata të vetmin mënyrë punësimi atë kanë. E qartë, e kuptoj. Unë ushqej me 10 familje dhe ka qenë ora 7:30 mëngjesit. Gjithë çunat ishin ulur te lokali para çunat e punës, në fjalë punëtorët. Po. Para punës dhe më prisnin mua për të hapur punën. Në momentin që unë kaloj me makinë, shoh atë tabelën dhe njerëzit që po qeshnin rrugëve. Dhe ua, sa shumë kanë ta dhe hop, se i makinën deri te lokali dhe shoh prap tabelën me vëmendje. I bëj një foto asaj tabelës dhe i vetet të birit të Valbonës te lokali, që ishte bashkë me çunat e mi. Po. I them, ore Kiri, shkoj që atë tabelën ose la nam, po qeshin njerëzit, çka ka shkruar kush e ka vendosur atë tabelë atje, se na vjen turp, po qeshin njerëzit rrugëve, më beso. Që janë të vërteta ato fjalë që po unë po them. Shkon ai djali dhe i thot asaj çomo nga i gjumi, se ma tregoi pastaj më vonë, çomo nga i gjumi sa ishin atë kush e ka vendosur atë tabelë. Ajo tabelë është ca fjalë pista që kishin shkruar atje në atë tabelë, që Rozina Kormuzi s'ka shanse. U kam qenë antare e Këshillit Bashkiak në mandatin e kaluar, s'ka shanse të përdor ato fjalë dhe nuk arriun t'i vendosi një njeriu punëtor dhe të ndershëm një tabelë te dera. Se s'kam asnjë lloj konflikti, përkundrazi ata më kanë respektuar mua, pavarësisht se kanë marrë inat tani për punën e shtëpive, por unë i kam respektuar dhe ata më kanë respektuar. Kanë marrë inat dhe konflikte kanë me krenarin, jo me Rozinën. E qartë, e kuptoj, por unë realisht dua që të gjendet një gjuhë e përbashkët, se sido që të jetë edhe ata mu dhimbsën. Valbona, unë ndërkohë që fola me Rozinën, Rozina tregon që ju atë shtëpi keni qenë me qira, që do të thotë kunati saj krenari të gënjen. Nuk ku ka ju kontratë qiraje të ma tregoj, ku e ka kontratën e qiras ajo? Krenari, kunati saj pretendon se ato para që ju keni paguar kanë qenë në formë qiraje. Gënjen janë mashtrime, kjo është një mashtruese dhe policinë e Vlorës e korrupton, punon në bashki gënjen, edhe shtëpi që ka, i di vetë ajo me çaj ka bërë, është mashtruese, gënjen. Nuk ka bërë kontratë qiraje të ma tregoj mua, atëre po të them unë ty më falë, nuk ka bërë kontratë qiraje. Gënjen, ku e ka të ma tregoj? Po i pak mirë se mua nuk më shkuan do të mashtruese ti, edhe me çaj kam bërë shtëpi që i kam bërë me djers. Ku e ke kontratën e shtëpisë ti që ke bërë me mua? Ta pik fare telefonin dhe s'ke punë fare me mua, se s'më ke dhënë gjë lek mua. Ku e ke kontratën? Ti po i bën këto gjëra. Do më falni se unë do ta pik telefonin, le ta gjeni institucionin shtetërore. Rozina, Valbona. Mua mi je Shqipëri e tërë në ty. Valbona, tani të lutem, sepse ajo i irritua dhe e fiku, doli nga ky live. Çifti Valbona dhe Dritani gjithë konfliktin e kanë me pronarin e shtëpisë, me zotin Krenar, që është dhe kushuriri tyre. Krenari jeton prej disa vitesh në Francë me familjen e tij dhe patjetër në këtë debat unë dua ta ftoj Krenarin së bashku me bashkëshorten Migena për të mësuar. Ata kanë shitur shtëpinë, kanë marrë paratë dhe sot çfarë kërkojnë? Pse kërkojnë të dobojnë zonjën Valbona dhe Dritanin nga banesa që ata kanë paguar paratë? Atëre, jemi këtu, është nusja e Krenarit, është Valbona që ka bërë denoncimin, është dhe Rozina e cila u akuzua.
E nisim me nusën e Krenarit. Çfarë ka ndodhur me atë shtëpi? Valbona pretendon që e ka blerë shtëpinë tuaj në Vlorë dhe ju sot thoni që Jo, në ratë të parë se çfarë ka bërë burri, unë nuk kam qenë dakord për asnjë gjë. Përgjigjja ime ka qenë non-stop, ai e di shumë mirë se si kam bërë në ato shtëpi, s'ka pas asnjë dëshirë që ai të shiste. Se çka ka bërë me njerëzit e tij, unë nuk kam ndërhyrë gjë më sot. ju ato shtëpi ja keni shitur, keni marrë para për atyre shtëpive? I ka paguar me çati, unë ka marrë 5.500 euro që ka marrë. Okej, është paguar një shumë parash, po thoni, për ato shtëpi. Po. Tani, Dhe gjërat me ngatruan, se si ngatruan vetë. por sot, Një seancë ta më dërgoj tha që të vazhdoj tha, nëse do t'i marrësh tha, që të dërgoj tha letrat e shtëpisë, ti firmos ti bën noteri këtu dhe ti nis. Po ti fillon prap diskute llafe, më ngatruan dhe mua në atë mes zonja Qashtej. Nuk jam sharë në kërcënuar në çdo mënyrë si desh të shef çdo njeriu. Si kam ndërhyr, nuk i kam bërë. Se ta ka bërë ajo me bashkëshortin tim. Valbona, Se ti vin gjëra, unë më thënë jo përsëris. Nuk ka për ti kur ashtu si që mendoj njerëzit. Unë po i le gjë në fund. jo, Migena, ideja është kjo, nëse ju ato shtëpi keni shitur dhe Valbona ka paguar një pjesë të Letër, as tutje, as tu, nuk kam firmos as lloj letre personalisht. Po pra, unë e kuptoj shumë që ju nuk keni firmosur, por lekët ju i keni marrë. Kur jepet një shtëpi, jepet një procedurë, jepet një letër, shkruhet një letër që po e shes të shtëpinë. Unë e kam bërë letrën, e kam nisur, i kam thënë po do e ke thënë, do t'i çoj prefekturë që t'i bëj letra, nëse ti vazhdo ti bësh rregullisht. I ndaluar çdo gjë, fillon nga llafet, jo të bëj 10.000, jo të bëj 15.000, jo të kam dhënë thoshte kjo 15.000 euro, dhe ju ndek po kuptoj dhe aty ndaluan të gjitha gjërat në debatet që nisi zonja poshtë. Pastaj mbas debateve nuk hecet gjë me llafe me thashë theme. Që ta kuptojmë qartë, Migena, ju sa lekë keni shitur shtëpinë, bashkëshorti juaj më saktë? Ja, ka lënë për 15, nuk e di sa ka bërë mua veta i në saktësisht. Por një copë bukë, hajtë se i kishe njerëzit e vetë. Për 8.000 euro, dhe sa lekë ju kanë ngelur borxh? I kam ngellur 1.500 euro se ma kërkoj për noterin për të bërë. 7.500 euro ja të t'i tregoj fakturën, ja kam lënë e Krenar Kormuzi. Zonja nuk ka marrë pjesë. Për këtë po. Kemi su lekët, silëm letrat Unë kam pas shënuar të gjitha që ka marrë kyja, i kam shënuar në fletore, do t'a gjejon atë fletore që ka marrë. Kë nuk e di, kam lënë vetëm 1.500 që të fundit që e ka dërguar Angela, që e ka dërguar për në emrin tim dhe nuk i ka marrë në emrin tim. Migena, nëse ata kanë paguar një shumë parash dhe u japin dhe shumën tjetër të parave, pse nuk i bëni që kur ka filluar debatet, ja kanë thënë gocës të kësaj se s'kem pas punë fare me këtë këtu njerë, kam pas punë me gocën e kësaj burrin, ka punë ka betë për shpinë. Dhe i kam thënë ti kur fillon debatet, i thash me pak fjalë, por kaq lekë ka dhënë. Ne nuk bëjmë Shqipëri, Lia me shra, të lahet ai lekë që ka marrë dhe ne jemi rregull, shtëpia kthehet përmbas. Nuk bëj as letra as gjë, prandaj ngelen gjërat ashtu. Po jo, kjo nuk është normale, të lutem, kjo nuk është normale. Nëse ti e ke shitur në fillim, Kur ajo nuk tregohet e rregullt, kur ajo për të më bërë muhabet me burrin tim, vjen mua, më ka ta ndis mua, më fut mua në sherr, në familjen time, pa lidhje që s'kam ndërhyr asnjë gjë. Jo që të koj këtu poshtë, që ajo di shumë mirë se çfarë ofendime e gjërash më ka bërë mua personalisht, që si kam bërë kaq në pjesë. Valbona, Valbona, të lutem tani përgjigju. Ke akuzuar, ja, të lutem. Dhe ç'a bëjnë? Me Narin, me Krenarin, se ç'a bëjnë? Ishtin njerëz të tyre unë të ndryva. Tani, pse ngrit kjo tjetër më ofendoi mua dhe kërkon letra nga mua? Na mua s'kan asnjë gjë. Po me mua Me ty, nuk të këtë vetë më po dërgua letrën thua, puna ti, i kise të punarësh nga shtëpia, ku i kiti atë firëm? Unë e regullova fjallën Gjovkisha, e gona që të jetoj si njeri. Mirë, se Yuri Krenari. Letrën do ta sjell unë letrën tani, o deta do ta sjell unë letrën, se unë jam edhe i sëmur, nuk do të merrem flasu se kam bërë 7 operacione në zemra me 4 valva në Të zemër. shkuara. Faleminderit edhe. Atëherë që të gjejmë, o Krenar, që të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Unë më detyrohet ajo që më detyrohesh, unë ato lekët që i kam asaj do bëj llogarin për 2 vjet sa kanë dhënë në shtëpi, e çfarë do t'i kthej mbas do t'ia kthej unë lekët.
Po jo, po... S'ka punë. Po nuk e keni bërë kështu pazarin pra, ajo ta ka blerë shtëpinë ty. Ti ato lek nuk ja kthen dot në formë qiraje. Unë s'ka me asnjë firmë, asnjë gjë, janë tallur me mua. Por ti nuk e asnjë firmë, Krenar. Krenar, ti nuk e asnjë firmë që e ke lënë me qira atë shtëpi. Ke një kontratë qiraje ti? Lekët unë i kam bërë me ato shtëpi i kam bërë me gjakut e thonë. Por si i vërteton mo Krenar? O Krenar, unë të kuptoj shumë mirë more që ato janë shtëpitë tua. Por ata kanë të drejtë i drejtojnë gjykatës. Me këtë gjote, unë s'jam jam i së musa tani sa e kam në spitali, që i struar. Edhe por me genën më mija ku i ka letrat kjo dhe shiko por me ka. Nuk di gjë që kam shitu gjë, personalisht. Moj parat, buri jo ty të thoshe që unë mora para nga Angela. Parat, ti të në shpinë. Ma i botë se qa ke para Angela, me nari mua s'mi intereson asgjë. O, Migena, po burri jot është mbi 18, Migena, burri jot është mbi 18 vjeç dhe bën veprime të ndërgjegjshme. I bera muhabetet, i ka bera muhabetet me gocën e kësaj s'ka pas Po pra, muhabet fare me këta. Po ti duhet të kuptosh një gjë. Ti duhet të kuptosh një gjë. Gjeri në fund, të gjitha ofendimet që më ka thënë burri saj, i kam të gjitha me zë, do t'i dërgoj unë të gjitha. Që është zëri ati apo jo, të gjitha ofendimet. Edhe zonja që iku, dhe parullën që më vun deporta, më tha ka paguar Krenar Kormuzi, duke ditur që parullën e vurën punëtorët e saj, ati e para derës time. Dhe ajo tani po bën dokumenta falso, në qoftë se zonja dhe zotria i dua shtëpi, të më kthej mua 15 milion euro që harxova unë. I kam vënë me dyer, me penxher, ishin 7 derash. I mbante zonja 7 derash. Si bukaresh një shajtore. Ja kam treguar me zotris. Mos e heqin dorë. Në mos të më kthej mua parat që ta marri shenjë e tyre. Be punin në atë shtëpi, okej? Po atëre, o më ip një firmën, do t'i dhe t'u kanë sa të këndam, Nuk e le të mos be punimet. Qfar? Kur nuk e le të shtëpie, kur nuk figuron emri tënd mos be punimet pa të kaluara. Migena. Pse? Po më tha Krenari, më tha buri jote, kisha vëlla, më tha Valbona bëj qatë të duash, i ke të gjitha... Unë e një burin tim, një burin tim, të njoh tyja, e njoh fisin tuaj, qa tu e tani s'ta mua pra, ndaj s'kam dërir gjërë më sot. Po ama, shtëpin time, që kam bërru me ata 3 fëmijët, barkun të goja, nuk të olet njeri. Shumë mirë, më dërgoni parat e mia, më zojnë, 15.000 euro që kam harxuar me dyer, me penxhere, me banjo, me toalet, jetoni dera, ta kam dërguar në foto, sa the bobo shtëpia ime ajo në atë mënyrë, apo sa kam dërguar në foto. Se i një që gjëra. Pas, nuk e kam problem, thash dhe njarë. Po atëre, më dërguar të me motor, e kam burim për të operuar, unë pas nëse do t'i vetë, ku do veta unë do futem, më dërgoni parat e mia, edhe ju shikoni allin tuaj, unë allin tim. Së unë më zërë, së shpuna e tyja. Po, Kam atë 15.000 euro. po aq kam harxuar, ishte 7 derash, i kam vënë me dyert, se i zonja, me penxhere, me instalime, me banjë, i kam vënë të gjitha, zonja e kish bërë 7 derash. Fute zonjën aty edhe t'ja them në sy si ishin. Edhe burri tënd ja kam treguar në foto. Më vin shumë keq. Valbona dhe Migena, Valbona dhe Migena. Mos po flas në mënyrë, okej? Migena dhe Valbona. Po flas se realiteti im, nuk po flas se ç'a është realiteti as nga burri, as nga juve, as nga një. Okej? Migena. Sa studia dhe unë për shembull fusja familjen time apo çu po tek. Jo, pse mos bëj tregtime me njerëz të tu. Një radh parë. Okej? Migena, unë bësh i mik me njeriu tënd. E dashu Migena, me që ti dole në emër të bashkëshortit, duhet të flisje dhe të jepi një përgjigje në emër të ti. Po ti thuaj unë nuk di gjë. Përgjigja ime është ç'a më ka dërguar, unë ja kthej mbrapsh. Po jo, po nuk, zonja nuk po kërkon këtë. Zonja thot unë ato shtëpi kam bler. Nuk ka asnjë letër, asnjë gjë që shtëpia është bler, nuk ka asnjë prokur, asnjë gjë. Po ju ato lekë për çfarë i keni marrë, moj Migena? Letra se ç'a është marrë kam na. Po për çfarë i more ato lekë? Ka dërguar në Western Union. Për çfarë i more ato lekë me Western Union kur ti shtëpi nuk e kishe shitur? Ashtu i bën gjërat ata. Si? Ashtu i bën gjërat gocë e kësaj dhe radh pas duhet. Po ju pra ju i keni marrë lekët tani të lutem. Ju e pranoni që i kemi marrë lekët, po shtëpi nuk e keni shitur. Lekët i ka marrë, aq sa i ka dërguar herën e fundit i tha, dërgoj lekët ta që të vazhdoj letrat e noterit. I la për gjysmë, gjë nuk u bë,
nuk Po mimo, nuk mund të gjeni një gjuhë të përbashkët? Po tani një shtëpi që shitet, në radhë të parë duhet bërë kontrata. Po patjetër, ju tani, dëgjoj, me qenë që ju nuk e se çka kam bërë, siç ka thashë pak më parë, se si ka pas punën, si ka gjetë punën me gocën e kësaj. Po kjo duhet jetë goca këtu që t'i sqaroj gjërat më mirë se si ka pas gjëra. Nuk gjeni dot një gjuhë të përbashkët për t'i zgjidhur këto gjëra dhe mos përfundoni në gjykat? Paskët ti kthej çka më ka dërguar dhe të mbyllet ky muhabet se nuk ka asnjë rrugë zgjidhje tjetër. Valbona, kush është përgjigjja jote? Përgjigjja ime është të më kthej 15 milion euro që kam harxuar në atë shtëpi, në të kundërtën të vend ku të duan të iven do ta ngrëmë lart atë shtëpi nuk e lëshoj. O të më kthejnë parat njerëz që çka kam harxuar unë, le ti marrin e ka gjakun e saj gjyshtop. Po ama dhe unë dua të drejtën time, se shtëpia e saj ishte stall derash. Zonja nuk e kish parë, po ja dërgova unë foto. I kam vënë me dyrë duralo dhe ta të reja, me banjo, me solet, i kam bërë të gjitha të reja, me sifone, me gjitha, me pengjere dhe tani të më ive e drejta poshtë, nuk e di. Për mua të dyja palët kanë fajet e tyre. E dashur Valbona, nuk blihet shtëpi pa letra, që në momentin që i ke dërguar lek këtyre njerëzve, duhet kishte bërë një kontratë shitblerje. Por gjithsesi edhe Migena, duke ditur që jeni fis dhe e keni besuar njëri tjetrin, mbajeni premtimin deri në fund dhe mos i çoni gjërat me gjykat. Për mua nuk është normale kjo gjë. Atë i thash edhe unë, mbaj premtimin përsa të detyrojmë zotrit i t'i jap. Sa të ngelat i t'i jap të tjera, tani nuk e di unë se qa veprime shbëjnë. Duke ditur zonja që i ku thot, mi ka dërguar mua, thot Krenar Kormuzi, po si pa firmën e kësaj, paskaj merren ato firme që se zonja nuk hynë. Pa firmën e zonjës ja ka dhuruar ai shtëpi të vllajt? Jo, në qoftë se zonja të hynë. Valbona, unë nuk mbroj askënd te ky live me Odetën. Unë nuk njoh asnjë personazh, s'të njoh as ty as Migenën. Por në qoftë se zonja hyn në shtëpinë tënde, ti menjëherë njofto policinë. Ti ende nuk e zgjidhur çështjen me pronarin, kështu që zonja nuk ka asnjë lloj të drejtë të hyjë në shtëpinë tënde. Po pronarin po tani nuk e di unë ja si do ta lër të zgjidhin, si do ta lë shtëpinë. Përsa i detyrohem t'ja kthej lekët, edhe të më japin një firmë që shtëpia është e imja. Në të kundërtën të më kthejnë 15 milion euro që kam harxuar, ata në hallin e tyre, unë në hallin tim. Ndoshta në këtë live nuk mund të zgjidhet asgjë dhe nuk mund të gjetet gjuha e përbashkët, por unë e dashur Migena të jap një këshill, konsumoje edhe një herë me bashortin tënd, ndërkohë edhe Valbona të flasim me bashortin e saj, merrni njëri tjetrin në telefon dhe gjeni gjuhën e përbashkët. Gjeni më të mirën e mundshme që mos dëmtoni të dyja palët. As ju mos të dëmtojni, por as edhe... Unë atë fjalë që e thash nuk e kthej me mbas, kur çdo të jetë. Daç burri të pranojnë, daç kush do të pranoj vendimi im ai është. Ato që më ka dërguar unë ja kthej pra mbas. Kjo është mendimi im. Po pra, po. Është gjë më e mirë. Mendoje më mirë dhe më thellë të gjë, sepse rrezikon burri jot. Burri jot ka marr para dhe këtë gjë ju e pranoni. Po, ne kemi marr para me Western Union, që ata na i kanë dërguar. Tani ti më dërguar se vërtet i ka me letra sa ka dërguar 5.000 e 500. Po nuk është kështu, o Migena, po nuk është shumë Migena, o Migena, Migena të lutem, o Migena tani të lutem, mund të blej një shtëpi, pavarësisht se s'keni bërë asnjë letër dhe shtëpia nuk ka letra, është akoma në legalizim, më tha kunata jote, por unë të blej një shtëpi. Ta pagoj dhe të vi një ditë pronarit më thoj na lekët mbrapa ati se e dua unë shtëpinë, po nuk funksionon kështu me Migena. Ju e keni shitur atë shtëpi. Me fjalë, jo me dokumenta. Unë uroj të gjeni gjuhën e përbashkës sinqerisht, gjithsesi uroj që edhe pas këtij live-i të ulni tonëra të dyja palët, hapni telefonin njëri tjetrin, mos i bllokoni telefonat njëri tjetrit se kjo nuk është serioze. Me fjalë sqarohet gjithçka, komunikoni dhe gjeni gjuhën e përbashkët. Numrin tim për shembull e kanë. Pse nuk më ka marrë mua për shembull ta bënte këtë muhabet që po ma bën tani? Ja, Valbona mund ta bëj shumë mirë këtë pas live-it. Të flisni bashkë. Marr burin tënde më ka thënë krye familjar jam unë dhe aty vendosun ç'a bëhet. Nuk vendos gruaja ime. Ashtu. Po, më ka thënë burri jot, aty jam unë zot dhe vendosun. Kur kërkuat letrat, kërkuat firmat, gjërat, pra ti e di si është nari. Dhe pse nuk kam ndërhyrur gjë më dije?
Po mirë më motra ime, unë pra po të them. Që më dije, për më tuj ma... Gena, bon çfarë i them unë. Ti dërgoj parat në emrin tim. Unë ja kam dërguar në emrin ati, duke ditur ai tani, ja dërgon Roza bën dokument falso, dhe vete i thot djali tim, dilti për jashtë, ai thot, sepse ma ka dhuruar mua Nari. Qysh ja ka dhuruar Nari, pa firmën tënde? Ishje në djenë... Pjesë, apo jo, pa firmën tënde ja ka dhuruar. Jo, nuk ka marrë pjesë, ja ku e ke fletën, zoj. Ja, a shef gjithë firmën time? Moj të besoj shumë mirë, po pa firmën tënde, ajo nuk më nxjerr dot plackën mua për jashta. Ma një sekundë, Valbona, ja i shtrifsha të 7 fëmijët që kam tu. Unë firëm nuk kam hedhur akoma. Me, Jo, më beni që të vi poshtë, dhe di unë se si flas me shpintime pastaj. e di motrojme, doni të më ktheni parat, doni t'ju kthej ato që u kam, ja u kthej. I ktheni dhe i lini mua betet me kash, Po? beti, me jotë më thuash mua ti 15.000, 30.000, 20.000. Ko shtëpia jote ishte sa derash moj, ti se kishe parë, unë argjova në atë shtëpi. Se të bëhe si qishte, s'me intereson. Ta bëj si qishte. Migena, nuk është kjo përgjigja, të lutem, unë prandaj po them, ulni tonrat, qetësoni, e mbyllim këtë live tani, sepse unë nuk dua që të irritoheni. Pa lidhje, tani Qetësoni. ky është vendimi, as të ndej, as këtej, qëra me parë, që erdi diskutja, apo fjala që më ofendovi, gjatë parë që më tha, direkte më dërgoj 13-15.000 euro, më thoshte mua, që as i këta ndyryrë, as e kisha sharë, as e kisha funduar, se qa bën, ajo me... Shtëpinë e kam bërë me gjak, moj motër. Samir thua ti që kam bërë shtëpinë me gjak? Edhe unë, Samir e kërkon ti të drejtën tënde. Po unë, ku ta kërkoj të drejtën time? Valbona. Po flas tani këtu për hir të kësaj tjetrës lartë. E dashur Migena dhe Valbona. Migena, qetësoni, Migena, mirë të faleminderit. qetësoni dhe pas tila... Shumë faleminderit. Faleminderit as pa faleminderit, po flas çfarë la postemi në blok. Në gjukati i nxjerr unë. S'ka problem. Ne do jemi në kontakt. Unë ju falenderoj që u përgjigjet e ky live. Unë do ta ngrej edhe më lart. Ja të më dërgojnë 15.000 euro, unë atje nuk dal. ngrije ku të duash, mos më bëj të hipi avioni të vi poshtë, kaq po të them. Hajde poshtë, hajde. Unë atë dua. Firmën tuaj dua. Të them. Te me ta njëri as ti as punë, okay? Të lutem qetëso tani, o Migena, jo me të gjuhë. Drejtën time, moj motor. Samir thua ti nuk ka malekun, të dali buri jo të flasi. O Valbona dhe Migena, ju lutem. Teta, me këtë lloj personi nuk flas dot më shumë. Edhe kaq po duroj shumë, nuk kam nerva shumë. Po, do flisni tani se keni këtë problem, duhet ta zgjidhni. Këtë zonjën është bërë me gocën e kësaj, dhe nëse e gjej një solucion. La fose me gocën e saj, se se njoh fare për këtë person që dëshon si mund të flasësh dhe me vajzën e Valbonës, vetëm gjeni zgjidhje. Unë ju përshëndes të dyave dhe mbetemi në kontakt. Po, gjitha miropafshim. Miropafshim Migena, miropafshim Valbona. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.